Sot do të flas në lidhje me hënën e plot. Është nesër herë që në mëngjes. Është në orën 9:43. Çfarë video pra do të flas në lidhje me të. Ndërkohë që këto lloj shërbimesh pra, bëj lidhje të drejtë për drejta një herë në javë, pak a shumë. Flas në përgjithësi në lidhje me hënën e plot dhe hënën e re, duke qenë se është shumë herë më praktike dhe më efikase që të mbajmë ritmin e kohës nëpërmjet hënës, sepse ka cikle të caktuara. Pra, ndodh 2 herë në muaj, një herë hënë e plot dhe një herë e re, është shumë herë më efikase, edhe nga ana astrologjike mund të bëjmë parashikime shumë herë më të shëndetshme dhe shumë herë më të sakta në bazë të hënës, pra. Ndërkohë që shërbimet e tjera që ofroj, në përgjithësi bëj parashikimet javore, tashmë kam filluar që të bëj çdo javë, i bëj nga TikToku në lidhje të drejtë për drejtë. I bëj ditën e shtunë në përgjithësi, rreth orës 18 ose 19, duke qenë se dash shpesh edhe për televizione, për kanale të ndryshme televizive. Parashikimet javore i bëj përsëri tek kanali MCN, tek Zjomo MCN, jemi së bashku me Borën, me Rejnë dhe me Rominën. I kam shumë të dashur të tre. Ndërkohë që për parashikimin mujor shkoj në përgjithësi tek, jo në përgjithësi shkoj, kemi marrëveshje në shtëpinë tonë te Top Channel, është programi në shtëpinë tonë, dhe tashmë kam filluar edhe tek Scan TV. Aty ndihem vërtet shumë mirë, jam vërtet shumë, le ta themi në këtë mënyrë, ndihem vërtet si në shtëpinë time, domethënë. Përveç kësaj, kam edhe lidhje të drejtë për drejta në Kosovë, si me Klan Kosovë. Okej, këto ishin ato që kanë të bëjnë në lidhje me mënyrën se si unë zhvilloj shërbimet që i kam për publikun, këto që sapo përmenda janë pa pagesë. Ndërkohë që duke qenë se do më bëj konsultat të personalizuara, ku bëj analizën e hartës tuaj personale, aty flas edhe në lidhje me talentet tuaja, në lidhje me parashikimin tuaj, në lidhje me të ardhmen tjerë. Ka shumë persona edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në botë faktikisht, nuk e di në orën e tyre të saktë të lindjes, për këtë arsye nuk mundën të gjejnë ashendentin. Në këtë rast unë ndihmoj, pra mund të gjej orën e saktë të lindjes tuaj dhe në bazë të saj të përcaktojmë ashendentin. Përveç kësaj, siç e thash, bëj dhe analiza të për të marrë këto konsulta që personale, më shkruani nga WhatsAppi ose nga Instagrami, mund të më shkruani edhe nga TikToku. Në qoftë se më merrni në telefon, po e them që tani në shumicën e rasteve, sidomos në qoftë se është pas orës 6 mbasdite, unë në përgjithësi u bëj blok, sepse tani po kaloj tek tema e ditës. Tema e ditës është hëna e plot që do të jetë nesër tek shenja vetar. Në të vërtetë është jemi në një periudhë, jemi futur tashmë në një periudhë pozitive. Jupiteri kaloi tek shenja kafores, kaloi dje në darkë, vonë, dhe kjo do të thënë një zhvillim shumë i madh pozitiv. Pas kësaj, do të futemi në një fazë ku çdo gjë do të zmadhohet. Ky është një ndikim më i madh i Jupiterit, duke qenë ndohemi me ngull që të mbajmë diçka negative ose një zakon, një vesë tonë, e cilën nuk e heqim dorë, gjasa periudhe edhe kjo mund të zmadhohet dhe si rrjedhoj mund të kemi edhe probleme të rëndësishme me shëndetin. Kjo do të shprehet në përgjithësi në shëndetin ton fizik, duke qenë se shenja e gafores përfaqëson edhe më tepër me shëndetin, siç e thash, në qoftë se nuk heqim dorë dhe beset të cilat nuk na bëjnë mirë, pra nuk janë të shëndetshme. Kjo është një ndikim i përgjithshëm që do të jetë në fund ose momenti i fundit ku ne mund të heqim dorë pikërisht në këtë gjëra, duke qenë se do të thelloj edhe më tepër dualitetin, do të thelloj edhe më tepër përçarje midis të mirës dhe të keqes, pra të përzgjedhim mirë se cilën anë duhet të mbajmë në jetën tonë. Është një hënë e plot që do të jetë tek shenja shqyrtare, siç e përmenda, pra hëna do të jetë tek shqyrtare, ndërkohë që dielli do të vazhdojë të jetë tek shenja e binjakëve. Është në një yll vërtet, ose më themi hëna do të ndodhet në një yll vërtet shumë të bukur, që jep ndikime pozitive, por nga ana tjetër dielli do të ndodhet një yll fiks i cili do të na detyrojë që të presim ose më themi do të na sjellë në jetën tonë atë çfarë neve nuk na i priste mendja.
Ndikimi kryesor i gjithë kësaj periudhe është ndryshimi. Ndikimi më kryesor, një tjetër ndikim shumë kryesor është edhe aftësia që ne kemi, do të sprovohet më vërtet themi aftësia që ne kemi për të pranuar ndryshimin. Shenja e shoqëtarit është një shenjë ndryshueshme, për këtë arsye dhe ne vetë duhet të përshtatemi vërtet me ndryshimin që po na sjell koha. Atëherë, po e themi në këtë mënyrë. Hana do të ndodhet tek një yll fix i cili quhet atria dhe sjell në jetën tonë ndryshime shumë të mëdha në strukturën e gjithçkaje. Strukturat më të rëndësishme që ne kemi në jetë, pra kolonat më të rëndësishme në jetën tonë, aty ku ne kemi vendosur jetën, pra, nëse e marrim si shtëpi. Në këtë rast, në qoftë se një prej këtyre kolonave nuk është e shëndetshme, automatikisht edhe shtëpia jonë mund të rënohet. Jemi në një periudhë ku sistemi neve na detyron që të mbajmë vetëm gjërat të cilat janë efikase në jetën tonë dhe të mos humbasim kohë me gjërat të cilat po na pengojnë dhe mbi të gjitha nuk na lejon që të përshtatemi me rrjedhën e kohës. E kam thënë shumë shpesh fjalën përshtatje sepse është edhe tema kryesore e kësaj periudhe. Tani, në këto momente, duke qenë se jemi vërtet kemi aftësinë shumë të madhe për të ndryshuar diçka për mirë ose për të ndërtuar një jetë vërtet shumë pozitive, e cila do të jetë efikase për pothuajse një vit me radhë. Në këto momente jemi të detyruar që të fokusohemi pikërisht tek gjërat që kanë rëndësi. Mund të kemi gjatë kësaj periudhe ndryshime shumë të mëdha edhe, ose më themi dëshirë shumë të madhe për të ndryshuar edhe prezencën tonë edhe pamjen tonë të jashtme. Do të kemi shumë dëshirë edhe për të ndryshuar ambientin ndoshta ku jetojmë. Mund të bëjmë ndryshime të vogla si fillim, por mund të vëmë re që këto janë të pamjaftueshme. Kemi një nuk mund të them përmirësim, por do të kemi një ndikim të dukshëm edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, duke qenë se tashmë do të rritet shumë ai ndarja midis meje dhe të tjerëve. Pra, është krijimi i individualitetit shumë më të fuqishëm gjatë kësaj periudhe. Mund të kemi përhapje normalisht dhe të informacioneve të shumta dhe për këtë arsye duhet jemi shumë të aftë për të përzgjedhur informacionin e duhur. Duke qenë se dielli do të vazhdojë që të jetë tek shenja e binjakëve, kjo do të thotë një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në shoqërinë tonë. Kjo nuk po them shoqëri shokët e mi apo shokët e dikujt tjetër, po them si shoqërinë komplet si njerëzim. Ndryshimi më i madh këtu do të vinë nëpërmjet komunikimit, siç e thash, dhe rrjeteve sociale. Por gjatë kësaj periudhe, sidomos këtë një javë në vazhdim, mund të kemi probleme pikërisht me këto, me mjetet e komunikimit. Dhe mund të kemi përhapjen dhe të informacioneve, të cilat nuk kurse janë shumë të bazuara. Mund të kemi prishjen e menjëhershme të shoqërive, të marrëdhënieve dhe në të njëjtën kohë mund të kemi dhe krimin pothuajse të menjëhershëm edhe të shoqërive të reja. Tani në këto momente, siç e përmenda disa herë, është periudha ku ne do të kemi shumë hyrje dhe dalje informacioni dhe njerëzish në jetën tonë. Prandaj duhet të përzgjedhim mirë se cilat janë ato që janë të domosdoshme. E rëndësishme është kjo. Në këto momente ne sistemi po na sprovon në mënyrë që të shikojë nëse ne kemi fuqi që të ndërtojmë jetën të cilën ne mendojmë se dëshirojmë. Pra, në qoftë se ne përzgjedhim mirë, atëherë këto të gjitha do të rregullohen. Nëse ne nuk përzgjedhim mirë, automatikisht gjithçka do të shëmbet. Po i marrim gjërat më konkrete. Ku mund të kemi probleme? Gjatë kësaj periudhe mund të kemi probleme tek sistemet elektrike. Bile mund të kemi edhe në disa raste, mund të kemi tritat për periudha shumë të gjata të kohës, sepse mund të kemi probleme me sistemin elektrik. Në të njëjtën kohë, mund të kemi probleme me mjetet e komunikimit. Kjo nuk është e vlefshme vetëm në mënyrën e komunikimit, domethënë edhe probleme me kompjuterat, me telefonat, pra me vetë mjetin e komunikimit që është periudha. Ajo çfarë do të vijë re, duke qenë se do të kemi në masë një rritje, një shtim të nevojës për të ndryshuar e të tjerë, mund mos jemi të përshtatshëm ne për gjërat që dëshirojmë. Për këtë arsye edhe aplikimet që mund të bëjmë për shembull për vend të punës mund të kthejmë përgjigje negative. Këshilla do të ishte në këtë rast që të vazhdonim që ta aplikonim dhe të përzgjedhim mirë se cilat janë pikat ku ne duhet të fokusohemi, sepse kjo mund të shtojë edhe më tepër efikasitetin. Brenda Shqipërisë, ajo çfarë do të vijë re është një rritje në persona të cilët thonë unë.
vetëm unë, dhe kjo automatikisht do të kthehet në shoqëri në formë vërtet shumë negative, sepse mund të kemi dalje në skenë edhe të personave problematik, pra duke qenë se thonë vetëm unë, dhe këta persona mund të prishin komplet edhe rregullin dhe në disa raste mund të shkaktojnë edhe dëme shumë të rëndësishme nga ana materiale e shumë personave, pra të masave. Mund të kemi përhapjen edhe të informacioneve të rema, kjo është më të bërtëshme e zakonshme, duke qenë se Jupiteri, edhe pse ka mbaruar udhëtimin e tij tek shenja e binjakëve ku e shtonte shumë të sindikim, vazhdon që të kemi diellin aty dhe ky do të vazhdojë që të jetë indikuar nga Mërkuri, i cili ndodhet tek shenja e Gafores, dhe në këto momente është edhe në takim edhe me Jupiterin, pra të gjitha këto informacione të rema mund të zmadhohen. Atëherë, mund të kemi disa elemente shumë të rëndësishme, ose më themi do të kemi disa elemente shumë të rëndësishme. Gjatë periudhës, duke qenë se do të kemi hyrjen e shumë informacioneve të reja, siç e përmendëm, mund të kemi një përmbytje të informacioneve, automatikisht kjo mund të thotë edhe një mendje vërtet shumë të ngarkuar dhe të ngatëruar, pra nuk dim se ku të qëndrojmë, se cilat janë idetë të cilat ne duhet të mbështetemi. Mbi të gjitha, duke qenë se do të kemi një ndryshim të vazhdueshëm që vjen nga jashtë, do të kemi vështirësi për të përzgjedhur se cilat janë temat që ku duhet të fokusohemi. Pas gjithë këtyre, ju do thoni atëherë si t'ja bëjmë ne përderisa edhe duhet të pranojmë një ndryshime, po se ku duhet të qëndrojmë. Në këto momente intuita jonë është rritur shumë, duke qenë se sidomos nga kjo hënë e plot, intuita do të rritet edhe më tepër. Është një nga anët më pozitive që do të kemi gjatë kësaj periudhe. Duke qenë se intuita do të rritet, ne faktikisht e dim shumë mirë se cilat janë gjërat që ne na bëjnë mirë. Këtë nuk është se ndijemi vetëm në mendjen tonë, pra jo vetëm le të themi në mënyrë të fshehur ose thjesht intuitive që vjen diku mbrapa mendjes, e ndjejmë edhe në mënyrë fizike, sepse dhe trupi jon e ndjen se çfarë duhet të bëj. Në këto raste, në qoftë se ne dëgjojmë atë instinktet tona, intuitën tonë në këto momente, atëherë do të përzgjedhim shumë mirë se cilët janë personat e duhur që duhet të mbajmë, se cilët janë situatat ku duhet të qëndrojmë dhe mbi të gjitha cila është puna që do të vazhdojmë që të bëjmë. Shenja e Shqetarit ka dhe një efekt të tillë që ndryshon e shtyn mendjen tonë që të zgjerohet dhe të ndryshojë shumë. Kjo është diçka vërtet shumë pozitive, automatikisht, por mund të bëhet edhe pak e lodhshme, sidomos për personat, të cilët e kanë vështirësi për të pranuar pikërisht këtë ndryshimin. Këto do të jenë pikërisht personat që do të sfidohen edhe më tepër gjatë kësaj periudhe. Personat të cilët kanë ideologji, janë shumë fanatik, dhe mbi të gjitha mundohen që të mposhtin të tjerët, ose më të themi që të imponojnë mendimet e tyre tek të tjerët, ata janë personat të cilat do të kenë më tepër probleme, ose do të kenë më tepër vështirësi për të përballë kësaj periudhe. Mund të vëmë re edhe një rritje në problemet që do të kemi me figurat e autoritetit, se do të shikojmë të gjithë në dyshim. Jemi futur në një fazë tashmë që gjithçka fillojmë që ta shikojmë pak më tepër dyshim. A është e vërtetë? Sepse siç e përmendë, ka shumë informacione që do të përmbutemi dhe kjo automatikisht do të na shpirë në këtë formë, pra. Kemi edhe një rritje në të vërtet edhe në pra liderat mund të bëhen pak më të pamërshirshëm, po e them në këtë mënyrë. Mund të kemi ndryshimin e legjislacioneve të cilat janë kundër popullsisë. Kjo po e nënvizoj nuk është e vlefshme vetëm në Shqipëri, është e vlefshme në të gjithë botën. Do të krijemi krijimin e një fryme shumë të re në botë. Kjo është edhe në ndikimin edhe të Plutonit, por duke qenë se është një periudhë gjatë, fillimet, domethënë hapat e para të gjithë kësaj periudhe po hedhin tani. Do të sforcohemi shumë në këtë pikpamje, pra sepse nuk do të dim se ku do të qëndrojmë dhe do të na duhet që të qëndrojmë të heshtur në mënyrë që të kuptojmë mirë se cila është rruga që ne duhet të ndjekim. Do të kemi një periudhë goxha të vështirë, në qoftë se nuk pranojmë që bota është duke ndryshuar, ndërkohë që në qoftë se pranojmë që bota është duke ndryshuar dhe mbi të gjitha vazhdojmë të bëjmë punën tonë, pra nuk është se presim gjithçka nga qielli, vazhdojmë që të bëjmë punën tonë në profesionin që kemi zgjedhur, të bëjmë detyrën tonë ndaj shoqërisë, të bëjmë detyrën tonë ndaj familjes, të bëjmë detyrën tonë ndaj shokëve tanë, miqve tanë. Në këtë rast
kjo do të na shpërblet vërtet shumë, por në të kundërt, në qoftë se ne mundohemi që të gjejmë rrugët e shkurtra, apo vazhdojmë të jemi të fokusuar ose të fiksuar në disa raste tek ideologjitë tona, tek fanatizmi jon, tek përzgjedhja që ne kemi bërë, edhe pse kuptojmë shumë mirë që është e gabuar, atëherë kjo në këtë rast do të ndëshkohemi. Pra është komplet në dorën tonë, është një zgjedhje vërtet e vështirë, sepse kjo hënë e plot do të jetë vërtet shumë sfiduese, por nga ana tjetër nëse bëjmë zgjedhje të duhura, është vërtet shumë fitimprurse. Dhe pas kësaj do të kemi një rehatim të dukshëm. Pra, shtimi dualitetit do të jetë pikërisht në këtë pikë. Pas kësaj do të dallojmë shumë mirë se cilët janë personat të cilët kanë punuar vërtet me vetën e tyre, që janë më të vetëdijshëm tashmë, dhe cilët janë ata të cilët përzgjedhin që të jetojnë në botën e vjetër. Pra, përsa përket ndikimeve në lidhje me shëndetin. Ky është një ndikim shumë i rëndësishëm, pra do të këshilloj të gjithëve që të mbani shënime ose të keni kujdes. Atëherë, shenja e shëgjetarit ka ndikimi që të ndryshojë mënyrën tonë të perceptimit në botë. Dhe këtë faktikisht e bën nëpërmjet ndryshimit të hormoneve që ne kemi brenda trupit tonë, ose nëpërmjet shtimit të kërpudhave, duke qenë se kërpudhat ndryshojnë shumë pH-in e trupit tonë, është e vlefshme edhe në botë, është e njëjta gjë. Kjo do të thonë që ndryshon edhe nevojat që ne kemi edhe në lidhje me ushqimin, po ashtu edhe sa duhet të shplodhemi e të tjerë. Në këtë moment, duke qenë se jemi në ndryshim me sipër, edhe trupi jon mund të ketë nevojë për gjëra të reja. Do të këshilloj që të mbani shënime ose të merrni parasysh se cilat janë këto ndryshime që po ndodhin në trupin tonë. Në bazë të kësaj mund të kuptojmë edhe çfarë sëmundjesh ne vetë mund të kemi, apo edhe se si duhet të krijojmë rutina pak më të shëndetshme, ndoshta apo se duhet të kujdesemi më tepër për shëndetin, në mënyrë që të mund të krijojmë një jetë më të shëndetshme për veten tonë. Kjo ka vërtet shumë rëndësi. Në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë, mund të vëmë re edhe shtimin edhe të infeksioneve në trupin tonë. Sidomos për sa i përket organeve që janë në dy. Organet që janë në dy janë duart, këmbët. Këmbët në këtë moment mund të jenë pak edhe më të prekura, do të jenë më të prekura gjatë shtatorit, por infeksionet që mund të fillojnë tani mund të jenë pak më të tezë zgjatur dhe të bëjnë shumë problematike në shtator. Prandaj dhe po i nënvizoj që tani. Ndërkohë që problemet që mund të kemi, të njëjtat infekcione mund të kemi në sy, në vesh, mund të kemi probleme automatikisht në mushkëri, sepse dielli vazhdon që të jetë tek shenja e binjakëve. Pra, në këto momente, çfarë do lloj problemi ose ndryshimi sa do i vogël që të jetë brenda trupit tonë, rutinës, nevojës që kemi për ushqimin apo edhe për ndoshta edhe për aktivitete të ndryshme që dëshirojmë që të bëjmë në këto momente, do t'ju këshilloj që t'i marrim parasysh sepse këto ndryshime janë patjetër sinjali diçkaje. Kemi edhe ndikimet që do të kemi në botë, në natyrë, me mërë të themi. Duke qenë se kjo hënë e plot, po ndodh në një periudhë kur kemi disa vendosje, ose më të themi kemi një kënd negativ midis Marsit dhe Uranit. Urani në këto momente ndodhet tek një zonë e cila përfaqëson në përgjithësi tërmetet që kanë të bëjnë me gryka ose me gjire të ndryshme. I kërkojnë ndjes, prandaj dhe si rezultat mund të japi edhe probleme pikërisht në këto lloj zonash. Mund të kemi probleme edhe në qytete që kanë lumenj që kalojnë nëpërmes, siç është Tirana për shembull. Këto në përgjithësi, këto lloj periudhash, me mërë të themi, në astrologji shënohen si periudha ku kemi probleme me tërmetet. Duke qenë se kemi një element zjarri shumë të lartë në hartë. Mund të kemi edhe zjarre të shumta, temperaturat të larta tashmë kanë filluar, por përveç këtyre mund të kemi edhe fortuna që janë fortuna të thata, fortuna rare, dhe nuk është të thënë thjesht se do të jenë në zona ku janë shkretë të tjerë, mund të jenë edhe brenda qyteteve. Pra, jemi futur në një periudhë ku edhe natyra në një farë mënyrë do të na sfidojë. Është një periudhë 2 javorshe, nuk është një periudhë shumë e gjatë. Arsyeja që po ndodh pikërisht në këto momente është sepse në datën 26 do të kemi një hënë të re që do të jetë tek shenja e Gaforës. Ajo hënë e re është vërtet shumë pozitive.
Por, në mënyrë që ajo të jetë pozitive, ne tani, në këto momente, duhet të heqim dorë nga çdo gjë që është negative në jetën tonë. Duhet të përzjedhim mirë edhe gjërat që ne lejojmë që të ndodhin në shoqëri. Duhet të përzjedhim mirë edhe gjërat që ne lejojmë që të ndodhin në jetën tonë. Për këtë arsye, në këto momente, këto lloj gjërash negative mund të zmadhohen edhe pak më tepër në mënyrë që ne t'i dallojmë. Nëse zgjedhim rrugën e dur, automatikisht, po them në mënyrë automatike do të ndërpriten. Pra nëse me persona që përdorin autoritetin e tyre keq, duhet ta themi këtë, duhet ta komunikojmë në mënyrë që të mund të zgjidhet si problem. Kemi disa shenja të cilat do të jenë shumë efektive në lidhje me këto tema, për shembull nga këto do të jetë shenja e dashit. Tjetra është shenja e peshqve dhe kemi edhe një shenjë tjetër që do të jetë në mënyrë indirekte goxha efektive, është ajo e luanit. Personat të cilët kanë vendosje shumë dominante te këto shenja janë personat të cilët do të jenë pak a shumë lider të kësaj periudhe dhe në mënyrë pozitive duhet të them. Sidomos shenja e dashit, duke qenë se do të jetë pak a shumë një lider shpirtëror i kësaj periudhe, do të jetë një periudhë e gjatë, por sidomos gjatë kësaj vere do të jetë i tillë. Kjo do të thotë që do të jenë ndihmësit më të mëdhenj të shoqërisë që jetojnë në këto momente. Okej. Këto ishin ndikimet e përgjithshme. Okej, nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto, ose nëse ka ndonjë gjë që kam haruar ta them në lidhje me ndikimet e përgjithshme, mund të ma thoni. Kurse për shenja do të kaloj pasi të kem mbaruar. Okej, me sa duket nuk ka. Po, ajo është tek shenja, tek peshori se ndikon është tek shenja, po them për ndikimet e përgjithshme, me sa kuptohen për shëndetin folja, për shoqërinë folja, okej. Këto ishin ndikimet e përgjithshme. Okej, atëherë po kalojmë me një herë tek shenja e dashit. Okej, çfarë duhet të bëjmë sot, duke qenë se është thënë e plot, po e them, si ndikon tek peshore në 10 ditëshin e parë, kjo është një pyetje të cila është për te informacioneve që mund të jap për publikun. Nëse dëshironi, mund të merrni konsult personale, sepse janë informacionet tashmë shumë më të detajuar se çfarë ato mund të jap për publikun. Por mund të flas në lidhje me hënën e plot. Ajo çfarë duhet të bëjmë? Faktikisht bëra një postim sot e bëra tek Instagrami, do ta vë edhe tek TikToku pas pak, pasi të kem mbaruar ky lidhje për drejt. Në këtë moment, ky moment, më mirë të themi, ka një ndikim të tillë që çfarëdo gjë që ne mendojmë zmadhohet edhe më tepër. Pra në një farë mënyrë manifestojmë. Kjo hënë e plot ka pikërisht të ndikim që manifestojmë gjithçka që ne mendojmë. Dhe në qoftë se mendojmë pozitivisht, automatikisht do të zmadhohet ose do të manifestohet ajo që është pozitive. Në qoftë se mendojmë negativisht, do të zmadhohet pikërisht ajo që është negative. Prandaj në këto momente do të këshilloj që të fokusohet edhe në lidhje me shëndetin, por jo vetëm për këtë arsye. Në këto momente, duke qenë se hormonet tona janë shumë të larta, sepse hëna është e plot, trupi jon është edhe më i zgjuar se sa që është zakonisht. Prandaj dhe na ndihmon neve që të mund të kuptojmë më mirë se për çfarë kemi nevojë, pra çfarë është ajo gjëja pozitive ku ne po tërhiqemi ose që duhet të tërhiqim në jetën tonë. Është një hënë e plot për individin, po e them në këtë mënyrë, për individin është shumë efikas dhe mund të përdoret në mënyrë shumë pozitive, por përsa i përket natyrës, duke qenë se do të kemi dalin në skenë të shumë gjërave të cilat duhet ikin tashmë nga jeta jonë, këto në përgjithësi do të jenë negativ, mund të bëhet pak e lodhshme. Po, edhe këto lloj pyetjesh ja 15 minuta, nuk e di se keni emrin ose duke qenë se nuk keni guxuar që të vini edhe emrin tuaj të vërtet. Këto lloj pyetjesh mund t'i merrni përgjigje nëpërmjet konsultave personale. Pra, unë nuk jap përgjigje në lidhje me tematikat tuaja personale, kur do t'i bëni dokumentat apo kur do të dilni jashtë shtetit e të tjerë.
Dhe ju duhet të mirë kuptoni që edhe kjo është një punë e cila kërkon shumë më tepër impenjim për mua, që ose unë duhet të përgjigjem gjërave të tilla. Mund të fillojmë të manifestojmë që tani, duke qenë se unë e plot do të jetë nesër në mëngjes, vetë estima vetëm 5 minuta. Diç që ka dhe rituale shumë të ndryshme që mund të shkruajmë ato që dëshirojmë, mund t'i digim ose mund të lutemi, varet nga besimi që keni. Ajo çfarë un kam parë që është më efikase është si e ndjen njeriu, domethënë se cila është mënyra se si ai ndjen lidhjen e tij me hyjnore, me universin. Ajo është mënyra më e drejtë për secilin. Ne jemi 8 miliard njerëz, dhe secili kemi gjuhën tonë, gjuhën që na lidh me universin. Këshilla ime do të ishte që secili të gjente rrugën e tij. Asnjë gjë nuk bëhet duke kopjuar të tjerët, ose më them në këto tema, unë nuk kam parë ndonjëherë efikacitet duke kopjuar të tjerët. Më mirë që të gjejmë gjuhën tonë të brendshme, që të flasim me Zotin, me universin, pra se sa të përdorim mënyra tabu apo të shkruara dhe rregulla, domethënë të cilat mund të jenë efikase për një person, por mund të mos jenë fare efikase për dikë tjetër. Okej, atëherë po filloj me njëherë tek shenja e dashit. Për shenjën e dashit, kjo hënë e plot ka ndikime në përgjithësi pozitive. Arsye që janë pozitive për shenjën e dashit është sepse është në kënd pozitiv edhe me drejtuesin e tyre dhe mbi të gjitha, është në kënd pozitiv edhe me dashin vet, duke qenë se kemi hënën tek shenja e Shigjetari, që është një tjetër shenjë zjarri, dhe diellin tek shenja e binjakëve. Ndikimi më i madh për shenjën e dashit do të jenë mbarimi i problemeve që kanë të bëjnë me dokumentat, me gjyqet, me drejtësinë në përgjithësi, pra ku është bërë padrejtësi në këto momente, deri në këto momente, tashmë do të fillojnë të gjejnë gjithë në drejtësi. Do të kemi një zgjerim të dukshëm të botkuptimit të tyre dhe do të fillojnë të ndërtojnë një jetë shumë të shëndetshme. Ne, zgjerimi i botkuptimit, domethënë po e them në këtë pikpamje, mund të kemi ndryshime të dukshme në besimin e tyre, pra mund të përzjedhin bile komplet dhe një fe ose një besim komplet të ri. Mund të kemi zgjerime ose vazhdimin e edukimit të tyre. Pra, nëse kemi pasur pengesa pikërisht në lidhje me këto tema, tashmë do të kalojnë. Nga ana tjetër, do të kemi udhëtime të shumta, do futen në një fazë ku vërtet ndjen shumë pozitiv dhe mbi të gjitha komunikimi i tyre do të jetë ndërtues. Një sekondë lutem. Ndërkohë që nga ana tjetër do fillojmë që të kemi një komunikim vërtet shumë më tepër efektiv, por fjalët që përdor ose që përzjedh shenja e dashit gjatë kësaj periudhe mund të jenë pak më spec, ose më të them mund të kalojmë njëherë në një lloj komunikimi i cili le të themi mund të jetë pak agresiv ose mund të perceptohet pak më tepër agresiv. Për këtë arsye do t'i këshilloj që në këtë pikë të jemi pak më të vëmendshëm. Por kemi një fuqi shumë të madhe manifestimi tek shenja e dashit në këto momente. Pra çdo gjë që e thot, sjell në jetën e tyre diçka. Për këtë arsye, shenja e dashit do t'i këshilloja që të përzgjidhni mirë se çfarë thoni në këto momente. Pra çdo gjë juaj vërtet mund ta tërhiqni në jetë, prandaj dhe jeni pak më të kujdesshëm. Në lidhje me çështje sentimentale, për shenjën e dashit është faktikisht një hënë plot shumë pozitive. Arsyeja që është pozitive është sepse siç e përmenda ka një kënd pozitiv me Marsin, i cili është drejtuesi i tyre dhe mbi të gjitha në këto momente është tek shtëpia e tyre 5. Kjo mund të thotë prezantime pothuajse të menjëhershme ose fillime pothuajse të menjëhershme për ata të cilët nuk janë në një lidhje. Për ata që janë në një lidhje aktualisht, ndikimi është pak më i stërzgjatur, se më thënë mund të kemi një ndikim të vogël, po në përgjithësi do të vazhdojmë në statusin quo, kurse për ata që nuk janë në një lidhje, domethënë komplet e kundërta, që mund të kemi fillime pothuajse të menjëhershme. Pra, ata që nuk janë në lidhje në këtë rast mund të jetë pak më pozitive, normalisht nëse dëshironi. Atëherë, shenja e Edemit. Për shenjën e Edemit kemi ndikim, po e them si fillim ku duhet jemi të kujdesshëm. Në këto momente për shenjën e Edemit duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në harxhimet që bëjmë. Këto harxhime mund të jenë vërtet i kalojnë ato çfarë do të hyjnë. Në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm gjithmonë, por në qoftë se jemi të vëmendshëm mund të ndodhi komplet e kundërta.
Po e them në këtë mënyrë, më themi që nëse kemi ndërmend që të bëjmë bashkëpunime në këtë periudhë, është periudhë shumë pozitive, por nëse duam të punojmë vetëm, do t'ju këshilloj të rishikoni edhe një herë të gjitha hapat që keni për të hedhur, sepse mund të çalojmë në disa vende ose mund të dalin harxime gjatë rrugës shumë më tepër nga çfarë kishim menduar. Për këtë arsye, përshëndetemi, nëse është bashkëpunim duke qenë se do të kemi edhe një mendje tjetër për do të na ndihmojë që të shikojmë detajet që janë të domosdoshme, është më pozitive, ndërkohë që nëse duam të bëjmë diçka vetëm, mund të na humbasin disa detaje dhe kjo automatikisht do na shpjerë në gjëra që mund të na shpenzime shumë më të mëdha. Por, përveç kësaj, do të futemi tashmë tek shenja e demit në një periudhë ku edhe këta do të materializojnë vërtet shumë në të mira materiale në jetën e tyre. Do të kemi një rritje shumë të madhe edhe në kapacitetin që ata kanë për të fituar para. Nëse kemi pasur probleme, vonesa e të tjerë gjatë periudhe që i kemi pasur për shenjën e demit, kjo tashmë do të kalojë në një periudhë mbylljeje. E njëjta ose më themi gjatë seanit të plot, drejtuesi i tyre që është Venusi është tek shenja e tyre dhe mbi të gjitha do të jetë në këmbë pozitiv edhe me Jupiterin dhe me Mërkurin. Për këtë arsye, shenja e demit do të ketë një aftësi shumë të madhe për të komunikuar, për të bërë marrëveshje shumë të mira dhe për të fituar para. Në mbi të gjitha edhe për të krijuar lidhje të reja romantike pozitive. Okej, po kalojmë një herë tek shenja e binjakëve. Te shenja e binjakëve do të ndaloj pak më tepër. Kemi në këto momente diellin të vendosur këtu dhe Jupiteri dhe Mërkuri sapo mbaron udhëtimin e tyre. Më e rëndësishme nga këta është Jupiteri. Duke qenë se qëndroi këtu për një vit dhe shkaktoi goxha tension, le të themi, tek shenja e binjakëve. Pra mund t'i ketë lënë pak të lodhur. Këto mund të kenë qenë tension në lidhje me jetën e tyre të përditshme, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin e tyre, marrëdhëniet e tyre, sidomos në lidhje me marrëdhëniet që kanë në çift dhe me familjarët e tyre. Pra, janë marrëdhënie më të rëndësishme në jetën tonë. Për këtë arsye, shenja e binjakëve në këtë moment mund të kenë ngelur pak ai tensione pra nga ana psikologjik e gjithë kësaj periudhe që ka kaluar. Kalimi i të gjitha këtyre ose më themi Jupiterit tek shenja e Gaforës për shenjën e binjakëve domethënë një çlirim vërtet shumë i madh. Kjo hënë e plot. Për ta, do me thënë edhe fillimin, ose më themi ndërtimin e një jete vërtet shumë pozitive me partnerët e tyre. Për ata të cilët nuk janë në një lidhje, edhe pse mund të kemi fillimin e lidhjeve të reja, por më e rëndësishme është që do të kemi ndërtimin e një jete vërtet shumë të shëndetshme nga ata vetë, sepse do të keni një vetëvlerësim vërtet shumë të lartë në këto momente. Ndërkohë që deri tani gjithçka ishte nga brenda jashtë, tani do të fillojnë që të marrin, pra nga jashtë do të hyjë brenda gjithçka. Do të kemi përmirësim të dukshëm të ardhurave të tyre materiale, sepse do të arrijnë që jo vetëm të manifestojnë, por edhe të ndryshojnë gjithë energjinë që kanë rreth rrotull. Pra, një transmutation, do të bëjnë transmetim. Po do të ndryshojnë energjinë që ka rreth rrotull. Kjo do të thotë që çdo gjë që ka qenë negative deri tani në jetën e tyre, ata jo vetëm që ta perceptojnë se çfarë është ose kush është, por edhe do të arrijnë që ta shndërrojnë, kjo është fjala shqip, ta shndërrojnë në diçka vërtet shumë pozitive dhe të ndërtojnë një jetë vërtet shumë të shëndetshme për ta. Kemi një rritje të dukshme të ardhurave të tyre materiale. Kjo hënë e plot do të sjellin jetën e tyre, ose më të themi do të ndriçojnë jetën e tyre, edhe mënyrat se si duhet ta bëjnë këtë. Në përgjithësi do të marrin një ndihmë shumë të madhe nga njerëzit që kanë rreth rrotull, sidomos nga partnerët e tyre. Këtu bëhet fjalë edhe për partnerët e biznesit dhe personat të cilët janë në lidhje romantike. Për shenjën e binjakëve do të futemi tashmë në një periudhë ku edhe këta mund të kenë një dëshirë për të qëndruar pak më tepër në shtëpi, për të rregulluar ambientin ku ata jetojnë dhe për të fokusuar te karriera e tyre, pra te zhvillimi i tyre individual, më tepër se sa duke u shërbyer të tjerëve. Jemi në një periudhë vërtet shumë pozitive dhe për shenjën e binjakëve do t'ju këshilloj vërtet që ta përdorin këtë. Një ndikim që është vërtet shumë i rëndësishëm, në qoftë se ka personat tek shenja e binjakëve që kanë pasur probleme me mushkëritë, sidomos me frymarrjen gjatë kësaj periudhe, këtë javë, më të themi, edhe pse është vetëm 4 ditë në vazhdim, ky problem mund të smadhohet, por në të vërtetë janë thjesht momente panik
diçka që do të jetë, do të vazhdojnë edhe më vonë, është thjesht ai ndikimi që sapo thash që çdo gjë negative në këto momente po smadhohet. Dhe duke qenë se mund të ketë pasur një stres shumë të madh të akumuluar dhe në trupin e tyre, kjo tani thjesht po del jashtë. Është vetëm arsyeja. Përveç kësaj, do të kemi një përmirësim të dukshëm edhe në lidhje me shëndetin. Po kaloj tek shenja e gaforës. Kjo hënë e plot ka një cilësi të tillë që drejtuesi i kësaj hëne të plot ndodhet tek shenja e gaforës. Pra janë të dy kanë shkëmbyer vend, le të themi, duke qenë se hëna që është drejtuesi i gaforës do të jetë tek shenja e shigjetarit, pra ndërkohë që drejtuesi i shigjetarit ndodhet tek shenja e gaforës. Çfarë duhet të themi me këtë? Ose më themi çfarë ndikimi ka kjo tek shenja e gaforës? Ndikimi më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm që do të kemi është vërtet fuqi shumë e madhe që do të fitojë shenja e gaforës për të shndërruar gjithçka në këto momente. Është një periudhë në të cilën duan apo s'duan ata, çdo gjë që prekin ose çdo gjë që mendojnë që ta realizojnë, vërtet që do të realizohet. Ka një fuqi vërtet shumë të madhe. Por nga ana tjetër, mund të kemi dhe shndërimin komplet dhe të karakterit, të dëshirave, të shijeve të shenjës së gaforës, për këtë arsye mund të bënte pak të panjohur për njerëzit që kanë rreth rrotull. Kjo nuk mund të them që është diçka negative, po them thjesht se personat përballë mund të bëhet pak e çuditshme dhe mund të nxjerrë edhe nga jeta e tyre persona, sepse mund të friksohen pikërisht nga ky ndryshim i madh që po ndodh brenda shenjës së gaforës. Nuk është diçka shumë e rëndësishme, nuk është diçka shumë negative, përkundërse është diçka shumë pozitive, thjesht po e them këtë në mënyrë që njerëzit të mos friksohen, pra kur po shikojnë njerëz që po dalin nga jeta e tyre. Është diçka vetëm kalimtare në mënyrë që shenja e gaforës të marrë trajtën e saj të fundit. Duke qenë se pas kësaj Jupiteri do të smadhojë gjithçka që ka ngelur në jetën e tyre. Pra do të duhet të përzgjedhin mirë se çfarë do të mbajnë, në mënyrë që të ndërtojnë një jetë vërtet shumë të shëndetshme pas kësaj. Atëherë, ndikimi më i madh që do të kemi për shenjën e gaforës do të vi pikërisht në efikasiteti që ata kanë në jetën e tyre të përditshme. Do të kemi një ndryshim të dukshëm edhe në mënyrë se si ata i bëjnë gjërat. Do të kemi një ndryshim edhe në veshje e të tjerë, siç e thash, edhe në shije. Këshilla do të ishte në këtë rast që të fokusohemi tek gjërat që janë pozitive. Çfarë janë këto? Të ushqehemi siç duhet, të menjanojmë feset, të bëjmë sportin siç duhet, të fokusohemi tek një komunikim shumë më të shëndetshëm që kemi me kolegët tanë, e të tjerë. Kjo është mënyra se si shenja e gaforës mund të kalojë këtë periudhë vërtet në mënyrë shumë pozitive dhe mbi të gjitha pas kësaj të ndërtojmë mbi këtë zgjedhje që ka bërë. Në qoftë se nuk arrin ta bëj këtë veç, përkundrazi mund të kemi një ndikim negativ. Ndikimi negativ do të vijë nga dielli, sepse do të ndodhet tek një fix, siç e përmenda tek ndikimi i përgjithshëm, i cili mund të sjellë dhe manipulim ose shndërimin edhe të gjërave që dalin në skenë, më të themi, edhe të problemeve, të anëson të errët. Në këtë rast shenja e gaforës mund të mbyllet më tepër në vetvete dhe mbi të gjitha mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në botën e tyre të brendshme, të cilat do të shprehen jo vetëm në anën e tyre psikologjike, por edhe në anën e tyre fizike. Okej. Pra i kemi gjithmonë në dorë, por në këtë rast është vërtet shumë e rëndësishme dhe shumë e stërzmadhuar, prandaj zgjidhni mirë. Shenja e luanit. Luani është një nga liderat të cilët fjalët e tyre do të dëgjohet, të përmend edhe në fillim. Kjo është edhe arsye që të gjithë ata që janë tek shenja e luanit çështja periudha mund të jenë pak a shumë në skenë. Jo vetëm për këtë arsye, por kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm nga Marsi, i cili bën ata vërtet shumë të lëvizshëm dhe mbi të gjitha shumë aktiv. Fjala e tyre ka fuqi veprimi, pra mund të bëjë të tjerë që të veprojnë. Për këtë arsye, edhe ata vetë, në qoftë se e thonë diçka, mund të vënë re që mund të ndjejnë një farë detyrimi për ta bërë këtë si gjë. Jemi në një periudhë ku shenja e luanit është vërtet shumë kreative dhe mbi të gjitha jemi futur në një fazë ku mund të kemi dhe krijimin e familjeve të reja ose më të themi mund të kemi
lindje të shumta, sepse do të kemi dhe 7 zëne të shumta për shenjën e Luanit. Kjo është hëna e plotë e cila do të thotë edhe mbarimin e periudhës së beqarisë, ose më të themi mbarimin e periudhës ku nuk kemi qenë prind. Pra, pas kësaj mund të bëjmë prind shenja e Luanit, e themi në këtë mënyrë. Kemi fillime të reja në çështjet romantike dhe mbi të gjitha mund të jemi shumë herë më të hapur ndaj të resë që do të hyjnë në jetën tonë. Jemi shumë më tepër aktiv, siç e përmenda. Një temë tjetër që ka shumë rëndësi për shenjën e Luanit, do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm ndaj shoqërisë tonë. Sidomos personave që domethënë një gjë që e thon tani nuk e thon pas 5 minutash, ndaj personave të tyre do të këshilloj që gjesa e periudhës të qëndrojnë pak larg. Këta janë persona të cilët mund të jenë shumë më tepër manipulativ se çfarë mendojnë shenja e Luanit, për këtë arsye do të këshilloj që të qëndroni pak më tepër larg në mënyrë që të perceptojmë mirë nëse duam apo s'duam që të mbajmë jetën tonë. Do të kemi një rritje në efikasitet edhe tek shenja e Luanit. Kjo efikasitet do të vijë në përgjithësi në lidhje me mënyrën se si ata i veprojnë, se si i bëjnë gjërat, ndërkohë që do të kemi automatikisht edhe një mbrojtje nga hyjnorja, por mund të kemi edhe zmadhimin edhe të problemeve që kanë të bëjnë me botën e tyre të brendshme, ose të themi shqetësimeve të brendshme. Do të këshilloj që të marrni parasysh në mënyrë që të mund të zgjidhni. Pra, nuk kemi asgjë negative në jetën tonë në qoftë se nuk e mbajmë aty. Nëse e mbajmë aty, aty do të zmadhohet. Pra, mjafton që ta lejojmë që të ikim. Gjithçka që nuk është negative, gjithçka që nuk është pozitive dhe shëndetshme për ne. Është e vlefshme për gjitha shenjat, por sidomos shenja e Luanit do ta ketë edhe më të zmadhuar të si ndikim. Po kalojmë njëherë tek shenja e Virgjëreshës. Kjo hënë e plotë për shenjën e Virgjëreshës është shumë e rëndësishme sepse Virgjëresha është një tjetër shenjë e ndryshueshme. Pra, dhe mbi të gjitha në këto momente kemi edhe nyjen jugore këtu, që do të thotë që kemi vërtet shumë sfida dhe probleme që mund të dalin në jetën e tyre. Të gjitha këto faktikisht dalin që ata të gjejnë rrugën, ose do të themi të futen në rrugën e zhvillimit të tyre dhe për të arritur tek potenciali i tyre i plot. Por kjo nuk është se ndodh thjesht, normalisht duke qenë se mund të përballen me probleme me shëndetin, probleme tek vendi i tyre punës, me probleme me shoqërinë, me probleme me partnerët e tyre, familjarët e tyre të tjerë. Gjatë kësaj periudhe shenja e Virgjëreshës mund të lodhet shumë. Sidomos kjo hënë e plot do të thotë pikërisht këtë, daljen në skenë të problemeve që kanë të bëjnë me familjarët e tyre. Komunikimi këtu është shumë i rëndësishëm sepse gjatë këtij komunikimi mund të edhe të zgjidhin problemin kanë dhe mund të të zmadhojnë. Jemi pak ndërimtar më tepër se ç'duhet, pra mund t'i lejmë gjërat më tepër t'ia lejmë gjërat fatit, për shenjën e Virgjëreshës që shumë ndryshe nga natyra e tyre, por siç e përmenda tek ato të përgjithshme, duke qenë se kjo hënë e plot mund të ndryshojë komplet natyrën tonë. Kjo jep edhe një ndikim të rëndësishëm edhe në këtë pikë për shenjën e Virgjëreshës. Këshilla do të ishte që të vazhdojmë që të jemi vërtet të fokusuar tek ajo çfarë duhet të bëjmë, të vazhdojmë që të bëjmë analiza dhe të mbajmë jetën tonë gjërat që kanë vërtet rëndësi. Për shenjën e Virgjëreshës kemi një ndikim shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me profesionin dhe me punën e tyre. Duke qenë se dielli do të ndodhë, do të vazhdojë që të jetë tek shtëpia e tyre e karrierës, domos ata që me ascendentin tek shenja e Virgjëreshës, kjo do të thotë që do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, por mund të jemi dhe shumë të hapur ndaj manipulimeve dhe përdorimeve që mund të na bëjnë prorta. Për këtë arsye, do t'i këshilloj që të hapim syt katër që të mos ndodhi kjo. Në qoftë se arrin që të ndodhi komunikimi i shqelës dhe mund ta zgjidhim duke komunikuar në mënyrën e duhur. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Duhet ta analizoj disa herë. Nëse komunikojmë siç duhet, këto gjëra mund të tejkalojnë, por në qoftë se i bie me top, mund të prishim shumë punë dhe atë që kemi bërë deri tani. Për sa i përket të ardhurave materiale për shenjën e Virgjëreshës, do të këshilloja që këto 2 javë që kemi në vazhdim, pra deri në datën 26, të përcaktojmë më mirë, ose më themi të analizojmë më mirë se ku duhet që të fokusohen argjimet. Pas kësaj në mënyrë që pas datës 26 të fillojmë që të kemi të ardhur materiale më të mira. Në qoftë se harxojmë tani pa kriter, normalisht do të kemi probleme më vonë. Dhe peshorja. Peshorja ka një ndikim, mund të themi pozitiv. Arsyeja që them këtë është sepse vërtet e kemi në dorë. Është e vlefshme për të gjitha shenjat, por për shenjën e peshorës në përgjithësi do të jetë më aftë për të përzgjedhur gjërat pozitive. Kemi një ndikim shumë të madh te karriera e saj.
Kjo do të vi në sajt të ndihmës që do të marrë, si nga kolegët, po ashtu edhe nga bashkëpunëtorët, që se kemi bërë marrëveshje të ndryshme të tjerë gjatë kësaj periudhe, do të fillojmë që të shikojmë rezultatet për këto. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se na është bërë padrejtësi për shenjën e peshores, mund t'i zgjidhni këto padrejtësi nëpërmjet komunikimit, një lloj siç ishte edhe tek shenja e veçëreshës, por për shenjën e peshores kjo është e vlefshme për gjithçka. Nuk është e vlefshme vetëm tek puna, por është e vlefshme për gjithçka. Çështje gjyqësore që kanë qenë të hapura, do të fillojnë që të shkojnë rezultate falë kësaj hëne të plot. Mund të bëjmë udhëtime të shumta, e njëjta gjë është e vlefshme, mund të ndërtojmë marrëdhënie shumë më të shëndetshme me familjarët tanë, sidomos me vëllezërit dhe me motrat. Për shenjën e peshores në përgjithësi do të kemi një ndikim të madh pozitiv dhe jam më të aftë për të perceptuar se cilat janë rrugët që duhet të zgjedhim. Nga ana tjetër, të gjitha bashkëpunimet që bëjnë në këto momente, që firmosin, kontratat që firmosin në këto momente, do të jenë vërtet shumë efikase për të ndërtuar një jetë të shëndetshme, për të blerë shtëpi, në disa raste nëse dëshironi që të merrni kredi, është vërtet shumë efikase, ose ajo që do të këshilloj e bile dhe më tepër, nëse dëshironi që të bëni një biznesin tuaj, në këto momente për shenjën e peshores do të këshilloj vërtet shumë. Këtë e këshillova edhe gjatë kësaj jave, por përsërisht edhe një herë, duke qenë se është ndikimi i kësaj hëne të plot. Përzgjidhni mirë atë çfarë dëshironi që ju të bëni, si profesion, si punë, po e them, në këtë mënyrë. Dhe në qoftë se keni një kohë të gjatë që mendoni që të dilni nga puna juaj, zyra, sidomos ku keni punuar për një kohë të gjatë, dhe dëshironi që të bëni diçka tuaj, ky është momenti i dur. Do t'i këshilloj që të vepronit. Njëjtë me çështjet sentimentale, në përgjithësi, po e them kështu, të gjitha shenjat janë shumë pozitive, dhe përsërisht në fund, në mënyrë që ta dëgjojnë të gjithë, por po e them edhe për shenjën e peshores, në përgjithësi jemi në një fazë ku do të kemi shumë mundësi që të krijojmë lidhje të reja të tjera, sepse jemi në një fazë ku është periudhë çiftëzimi, edhe nga sistemi, po e them në këtë mënyrë. Është pak vulgare, por mos më vjen re. Okej, dhe po kaloj tek shenja e gëforës. Gëforës tash. Lexova gëforët. Kemi arritur tek akrepi. Akrepi nga kjo hënë e plot, ndikimi më të madh ka tek ana ekonomike, dhe spastrimin e të gjitha ideologji fokusuar tek gjëra të cilat nuk kanë peshë, ose mund të ketë pasur kushtëzimet e tij në këtë kuptim që nëse unë nuk bëj këtë se gjë, atëherë nuk meritoj të fitoj para e të tjerë. Domethënë janë e gjithë subkonscienca ka dalë në konsciencë tash më para 2 muajsh, dhe pikërisht në këto momente këto po spastrohen dhe po përzgjedhim që të mbajmë, ose duhet të përzgjedhim që të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat të cilat na shërbejnë dhe janë efektive. Për shenjën e akrepit është pikërisht kjo, po përzgjedh në jetën e tij ose duhet të përzgjedh në jetën e tij vetëm gjërat të cilat kanë vërtet rëndësi dhe që ndihmojnë atë për të rritur. Dhe këto kanë të bëjnë pikërisht me vlerat materiale më tepër dhe vlerën që ai lejon që të mbajë këtë në jetën e tij. Pra si trajtohet nga partneri, si trajtohet nga familjarët e tij e të tjerë. Duke qenë se kemi faktikisht shumë aktive dhe shenjat fikse gjatë kësaj hëne të plot. Kjo do të thotë për shenjën e akrepit që do të jetë shumë aktive edhe marrëdhëniet në çift, do të jenë shumë aktive edhe puna që të bëjmë, profesioni, pra mund të kemi një rritje të madhe në qoftë se punojmë në bazë të kësaj. Nga ana tjetër, në qoftë se përzgjedhim që të mbajmë tabut, të cilat na kanë mbajtur mbrapa deri tani në jetën tonë, automatikisht do të qëndrojmë në vend dhe ndikimi i përgjithshëm i kësaj hëne të plot është që personat që nuk pranojnë ndryshimin, automatikisht do të kenë shumë humbje. Kjo është e vlefshme më tepër se për të gjitha shenjat për shenjën e akrepit. Nga ana tjetër, nëse se pranon ndryshimin, do të kemi një rritje shumë të madhe në anën ekonomike dhe mbi të gjitha do të kemi fillimin e një faze ku mund të kemi lidhje të reja, do të kemi martesa, krijimin e familjes e të tjerë. Pra, shenja e akrepit është një nga shenjat ku dualiteti do të funksionojë shumë herë më tepër, do ta vëmë re pothuajse më një herë se të gjitha shenjat e tjera. Pra nëse bën zgjedhjen e dur, do të duket më njëherë se do të kemi një përmirësim të dukshëm pothuajse brenda javës, ndërkohë që për ata që bëjnë zgjedhjen e gabuar, do të fillojë që të humbasin shumë edhe nga ana materiale brenda javës, prandaj zgjidhni mirë. Dhe shëqetari. Shëqetari vetë, po e them në këtë mënyrë, ka nevojë në këto momente që të fokusohet tek vetja e tij. Është një nevojë shumë e domosdoshme për të themi që të kujdeset për veten e tij, jo vetëm për shëndetin fizik,
po them edhe për shëndetin mendor. Në qoftë se keni kohë që nuk kujdeseni ose që nuk i lejoni vetes tuaj që të shploddeni, është pikërisht momenti ku duhet të lejoni vetes tuaj që të shploddeni, të kaloni kohë me veten tuaj, ndoshta të shkruani ditar etj. Bëni edhe trajtime në lidhje me fytyrën, në lidhje me flokët, në lidhje me trupin etj. Në qoftë se nuk keni një rregull në mënyrë se si ushqeheni, pra hani pa limit ose hani gjëra të pashëndetshme, në këto momente do t'ju këshillohesh të fokusohesh pikërisht tek këto, që të përzini gjërat që janë të shëndetshme. Problematikat që mund të dalin janë në përgjithësi nga partneritetet ose nga nevoja e stërmadhe që mund të ketë persona që të jenë patjetër në një lidhje, sepse mund ta manipulojnë veten e tyre dhe të përzjedhin njerëz negativ. Ose mund të manipulojnë nga partneri i tyre për të bëjnë gjëra të cilat ata nuk dëshirojnë ose që nuk munden t'i bëjnë në këto momente, sepse fokusimi i tyre duhet të jetë pikërisht tek vetja e tyre, që të shplodhen, që të mund të ritakohen ose të pajtohen me veten e tyre. Për këtë arsye, për shenjë shigjetare është një moment shumë i rëndësishëm dhe çelës, do të them, për vazhdim, për të pasur një jetë më të shëndetshme, pra edhe nga ana psikologjike. Zhvillimi më i madh, në qoftë se i bën këto, pra nëse zgjedhin veten e tyre, nëse zgjedhin veten e tyre, shpërblimi më i madh do të jetë në anën e tyre ekonomike. Do të kemi një përmirësim të dukshëm në këtë pikë, sepse do të kemi një vlerësim më të madh edhe nga ata, por edhe nga eprorët e tyre. Ku do të them, do të kemi edhe një rritje shumë të madhe edhe në efikasitetin se si ata bëjnë punën, automatikisht mund të kemi edhe një rritje në karrierë. Do të këshillohesh të rregullonim ambientin ku jetonin përveç vetes tonë, pra fokusimi tek vetja jonë, të fokusoheshim edhe tek ambienti ku jetojmë, që nëse kemi diçka që ka kohë që është e prishur, mundësisht ta hedhim. Nëse ka diçka që kemi shumë gjëra, pra të spastrojmë ambientin, do të na bënte vërtet shumë mirë për shenjën e shigjetarit, sepse është periudha ku duhet të mbajmë vetëm gjërat që janë të vlefshme. Nëse e kemi shumë rrëmuj shtëpinë, automatikisht dhe jeta jonë do të jetë rrëmuj, dhe për shenjën e shigjetarit kjo është ajo çfarë do të zmadhohet edhe më tepër, se çfarë duhet të përzjedhin se çfarë do mbajnë jetën e tyre. Pra duke qenë se mundi të jetë shumë ngarkuar, dhe nëse është të ngarkuar dhe shtëpia, do të kenë shumë të vështirë që të përzjedhin atë çfarë është e duhur dhe e shëndetshme për jetën e tyre. Okej. Po kaloj tek bërciapi. Bërciapi në këto momente është shliruar goxha për shumë arsye që i kam përmendur disa herë, po përsëris edhe një herë. Drejtuesit e tyre kanë varur udhëtimin tek shenja e peshqeve, ka kaluar tek shenja e dashit, ku nuk mund të them që ndihet 100% mirë, por që është shumë më mirë se tek shenja e peshqeve, sepse është më aktiv të paktën. Ndërkohë që kemi edhe tashmë varimin edhe të periudhës së Plutonit tek shenja e tyre. Kjo ka ndodhur që në janar faktikisht, por tani po e ndjejnë edhe më tepër. Ndikimi më i madh do të ketë kjo hënë e plot. Për ta do të jetë bota e tyre brendshme, rritja ose shtimi i çdo gjëje që ata e kanë lënë të fshehur. Kjo mund të jetë edhe talentet e fshehura, në të njëjtën kohë mund të kenë dalë në sipërfaqe dhe të situatave të cilat në të vërtetë mund të ndihmojnë. Por këtë do ta vënë re në sajtë situatave negative. Për shembull, mund të kenë probleme me shëndetin, por kjo faktikisht do t'i detyrojë ata që të qëndrojnë në shtëpi, dhe fakti i qëndrimit në shtëpi do të kemë më tepër mundësi që të shplodhen. Pra, sëmundjet nuk është se do të jenë shumë të rëndësishme, dhe po jap thjesht si shembull, do të qëndrojnë më tepër në shtëpi, do të shplodhen dhe do të kenë më tepër mundësi që të kujdesen për veten e tyre, automatikisht do të kenë më tepër mundësi që kur të kthehen në punë të jenë shumë më tepër efikas, të punojnë më tepër efikasitet, dhe kjo normalisht do të shtojë ata në një rritje shumë më të madhe ekonomike. Në këtë periudhë, për shenjën e bërciapit, është periudha ku ata mund të bien në dashuri. Mund të bien në dashuri vërtet, domethënë, edhe me personin e jetës mund ta gjejnë çështë periudhë, mund të kemi krijimin e familjeve, dhe mbi të gjitha është një periudhë vërtet shumë pozitive. Por ajo çfarë është tematika kryesore e kësaj periudhe ose e kësaj hëne të plot, është të duhet përzgjedhin mirë se çfarë janë gjërat që mbajnë jetën e tyre. Dhe janë të detyruar shenja e bërciapit që të përballen me të gjitha gjërat që kanë hedhur në subkonsciencë, të cilat kanë qenë negative, me të gjitha traumat e tyre, me të gjitha
le të themi probleme që mund të kemë mbartur që nga lidhjet e shkuara familjare e të tjerë. Tashmë është koha që t'i lëm këto dhe të fokusohemi tek gjërat që janë vërtet pozitive dhe që duam t'i mbajmë jetën tonë. Pra mendimi në këtë rast do të jetë pozitiv, në mënyrë që dhe ne të ndërtojmë diçka pozitive. Nëse e kemi mbajtur aty si kosh me plera, le të themi, dhe nuk duam që të hedhim asnjë gjë, automatikisht ajo do të zmadhohet. Por nëse se përzgjedhim që të mbajmë jetën tonë gjërat pozitive, do të zmadhohen. Duke qenë se gjithçka vjen nga bota jonë e brendshme dhe del jashtë. Për shenjën e Breciapit, kështu është paktën në këto momente. Dhe kemi arritur tek shenja ujorit. Shenja ujorit është në ndikime të fuqishme. Pozitive apo negative është vërtet dualiteti që është funksional në këto momente dhe në përgjithësi për shenjën e ujorit do të kemi prirje që të shkojmë drejt pozitivitetit. Por kjo është me prirje. Ndërkohë që në qoftë se jemi nga ata persona, duke qenë se është një shenjë fikse që nuk pranojmë ndryshimin dhe fokusohemi vetëm tek ideologjitë tona ose idealet tona, që është e vlefshme më tepër për shenjën e ujorit, atëherë do të ngelim me vërtet mbrapa dhe nuk do të arrijmë që të kapim kohën. Kjo do të thotë që do të dalim me humbje si përfundim. Por në qoftë se ne pranojmë ndryshimin që po na sjell koha në këto momente, atëherë automatikisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Po e them që prirja është tek pozitiviteti, por gjithsesi ekziston edhe kjo mundësia tjetër, prandaj dhe duhet të përzgjedhim vërtet shumë mirë. Përzgjedhja në këtë rast është të pranojmë të ren. Ajo çfarë do të bëjmë re tek shenja e ujorit. Do t'i kemi një rritje në efikasitetin në jetën e tyre të përditshme. Kjo do të vi në sajtë mënyrës së komunikimit të tyre dhe të shoqërisë të tyre, sepse këtu do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh. Pra do të kemi një mënyrë komunikimi shumë më efikase. Në të njëjtën kohë, duke qenë se edhe rutinat të cilat mbajnë ata në jetën e tyre gjatë kësaj periudhe janë shumë të rëndësishme, nëse përzgjedhin rutina të shëndetshme, nëse përzgjedhin bile edhe persona të cilët janë shumë herë më të shëndetshëm në jetën e tyre, kjo do të thotë që mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë. Nga ana tjetër, për shenjën e ujorit do të kemi edhe një ndikim shumë të madh në brenda familjes së tyre ose tek banesa. Këtu nuk mund të them që janë 100% pozitive, por do të hapin rrugën për diçka pozitive. Pra nëse edhe këtë po them si shembull, nëse prishet diçka brenda në shtëpi, ose prishet marrëveshje që kemi me pronarët dhe na duhet që të dalim nga shtëpia, pra nëse është miqëra, kjo do të thotë që po hapen rrugët për të krijuar diçka, për të blerë shtëpinë tonë ose për të kaluar një shtëpi më të mirë, e të tjerë. Pra nuk është diçka negative, thjesht pas kësaj, domethënë nëse marrim guximin dhe pranojmë ndryshimin, do të bëjmë re që faktikisht pas ka ndodhur për të mirën tonë. Për shenjën e ujorit, një këshill që është shumë e rëndësishme. Mos keni shumë besim tek fati juaj në këto momente, sepse mund të gënjeni veten tuaj në lidhje me fatin. Fokusoni më tepër tek gjërat që keni bërë analiza dhe i dini mirë, pra janë jo të bazuar tek fati ose thjesht tek intuita, por gjëra që keni dhe të mësuara në mënyrë praktike dhe në mënyrë materiale. Shoqëria në këtë rast do të ndihmon të shumë, sepse ata mund të hapin mendjen ose të shtojnë perspektivë të re, e cila do të jetë shumë efikase në këto momente. Do të kemi një socializim më të madh për shenjën e ujorit dhe çdo gjë pak a shumë do të vinë në tresh për ta. Pra nëse vjen një shok ose një mik ose një shoqe në jetën e tyre, e cili i ndihmon për diçka, pas kësaj do të vinë edhe 3 gjëra të tjera. Pra mund të vijë edhe një rritje në pozicion në punë, nga ana tjetër mund të vijë edhe personi jetës së tyre. Këto janë gjëra shumë madhore, por mund të merret edhe për gjëra më të vogla. Dhe kemi edhe shenjën e peshqve e fundit. Shenja e peshqve është një siklet shenjë ndryshueshme dhe ka një ndikim vërtet shumë të madh. Edhe pse në këto momente kemi yjen veriore këtu, që domethënë kemi një fat vërtet më të madh se gjitha shenjat e tjera të ndryshueshme. Kjo do të jetë në kënd negativ me këtë hënë të plot, që do të thotë edhe pse ne e dim shumë mirë se ku duhet të shkojmë, në qoftë se nuk pranojmë të gjitha problemet, ose më themi nuk i zgjidhim të gjitha problemet që na dalin gjatë rrugës, nuk kemi të aftë
për të zgjidhur mirë të themi, kjo mund të thotë edhe që do të ngelemi në vend, pra mund të kemi edhe një vonesë, një sforcim të kotë, ose një argjim energji të kotë. Çfarë duhet të bëjmë në këto momente? Duhet të strategjojmë, duhet të jemi strategjiст shumë të mirë. Duke qenë se kur sistemi të hedhë një hap, edhe ne të hedhim një hap. Pra është pak a shumë mendojnë se loj shau, domethënë. Për shenjën e peshqve është pikërisht ajo. Në këto momente çdo gjë që ka mësuar duhet ta bëjë në zbatim. Gjitha strategjitë që kam mësuar deri tani, të gjitha mënyrën edhe të komunikimit, po ashtu edhe kufinë të shëndetit që kam mësuar që të bëjnë deri tani, duhet të bëjnë në punë. Kjo është mënyra e vetme që ata t'ia dalin mban. Por, në qoftë se arrin që të ndalin ban, nga ana tjetër ose më them nëse i përdoren siç duhet në këto momente dhe nuk lodhen, nuk i ngret hatre me gjëra që janë të panevojshme, ose nuk fokusohen në ëndrrat e tyre, fillojnë që të ndrojnë në gjëra që janë pa kuptim dhe fokusohen tek momenti, tek realiteti, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje ku do të jetë? Gjë më e madhe dhe më e rëndësishme do të jetë rritja e tyre në karrierë, ku do të kemi një vlerësim shumë të madh. Do të jenë lidera. Shenja e peshqve, këtë e përmenda në fillim, do të jenë lidera të vërtet, domethënë. Aty ku njerëzit do të mbështeten, si për të marrë këshilla, po ashtu edhe do të drejtohen kur ka nevojë për një figurë autoriteti. Shenja e peshqve është shenja ku pjesën e dytë të vitit do të jetë karakteri kryesor i gjithë këtij viti. Për këtë arsye, ky moment është shumë i rëndësishëm. Në qoftë se ata zgjedhin që siç e thash, të futen botën e tyre të ëndrave dhe të humbasin aty, automatikisht do të kthehen në një karakter të dobët. Por në qoftë se mbledhin dhe i përdorin gjitha gjërat që kam mësuar deri tani, do të kthehen, do të shndërrohen në potencialin e tyre të vërtetë, që është dhe karakteri i fortë, që është dhe karakteri dhe lider, i cili do të na ndihmojë të gjithë ne për të kaluar ose më tepër për të krijuar edhe një ambient edhe një shoqëri shumë më të shëndetshme. Një ndikim shumë më i rëndësishëm tashmë për shenjën e peshqve është edhe kalimi i Jupiterit tek shenja e Gaforës, i cili që sa periudhë është edhe në kënd pozitiv me Venusin, që ndodhet tek shenja e Demit. Kjo për shenjën e peshqve do më thënë një rritje vërtet shumë e madhe si në kreativitet, po ashtu fillimin e lidhjeve të reja, ku është ndikimi edhe më i madh, sepse jemi futur tashmë në fazën ku për shenjën e peshqve, sidomos ata që nuk kanë një lidhje, mund të gjejnë lidhje dhe janë shumë pozitive. Janë lidhje të cilat duhet të jenë jetën e tyre dhe do të ndihmojnë që të kryejnë edhe diçka të shëndetshme. Mund të kemi edhe linjën e fëmijëve e të tjerë. Pra, jemi në një fazë në përgjithësi pozitive tashmë. Okej, këto ishin ndikimet që ishin për të gjitha shenjat. Thash diçka kurse tek shenja peshorës, për ripërsëris, jemi në një fazë ku gjatë gjithë verës, më të themi, do të jemi të tillë, jemi në një fazë ku mund të kemi lidhje, fillime të reja, dhe kjo është një periudhë që do të këshilla të gjithë të shfrytëzohen, por këshilla do të ishte që të mos manipulojmë veten tonë, që të bëjmë një zgjedhje vetëm për të qenë në një lidhje. Pra duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm dhe të përzgjedhim vërtet persona të cilët e dim që na meritojnë. Pra kjo është vetëm një kusht që kemi për një jetë të shëndetshme. Kjo është gjithmonë, nuk është vetëm tani, domethënë kjo e fundit që thash. Por është një periudhë ku ka shumë, domethënë mundësi që të kemi një lidhje. Okej, këto ishin ndikimet që kisha, ose më të themi analiza eksehane të plot. Në qoftë se dëshironi që të merrni konsult, mund të më shkruani nga rrjetet e mia sociale ose nga WhatsApp-i im. WhatsApp-in tim e gjeni te të gjitha platformat e mia, po e përsëris edhe një herë nëse dëshironi, është 69 538 50 91. Mund të më shkruani nga WhatsApp, si thash, mund të shkruani nga Instagrami, nga TikToku, në qoftë se dëshironi që të merrni konsult personal. Ndërsa pyetjeve të përgjithshme, unë ju përgjigjem vetëm tek këto, tek lidhjet të drejtë për drejta ose tek parashikimet që bëjnë për televizione. Përveç kësaj, domethënë të gjitha ato pyetje që mund të keni personale, por nuk dëshironi të paguani, unë nuk e përgjigjem. Po e them shumë thjesht. Okej. Këto ishin ato çfarë kisha për të thënë. Këtë video do ta vë tek kanali im i YouTube-it. Aty mund të ndiqni të gjitha shenjat me radhë, sepse aty jeni edhe më shenja, e keni edhe më të thjeshtë. Kam filluar t'i vë të gjitha shenjat pjesë tek TikToku tashmë dhe tek YouTube-i, por ato janë thjesht përmbledhje ose vetëm disa fjali që janë tema kryesore të themi, nuk është
ndikimi i plot ose parashikimi i plot, prandaj do t'ju këshilloja që të dëgjonit tek videoja e plot që vet tek kanali im i YouTube-it. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është kënaqësi si gjithmonë. Shihemi herës tjetër. Gjatë kësaj jave do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë ku do të jetë në përgjithësim pyetje-përgjigje dhe dua të flas edhe disa tema specifike që janë në lidhje me kalimet planetare. Të flas shkurt. Normale që pyetje personale për i përsëris janë pyetje që ju përgjigjem vetëm gjatë konsultave, gjatë këtyre lidhjeve, nuk ju përgjigje. Okej. Shumë faleminderit edhe një herë, natën e mirë.